Mjeshtri madh i këngës qytetare Bujar Çamili vjen me një dhuratë të veçantë për Shkodrën, një koncert recital madhështor që do të mbahet në 21 qershor ora 19 në stadiumin Loro Boriçi. Ky është eventi i parë i këtij lloji që organizohet në këtë arenë sportive dhe njëkohësisht nga ngjarjet më të rëndësishme kulturore të kësaj vere. Në një konferencë për shtyp, vetë mjeshtri i madh Bujar Çamili dha detajet të këtij koncerti, që do sjellë në skenë emra të njohur të muzikës shqiptare krati, si Artiola Toska, Shkëlqen Jetishi dhe Mateos Froku. Është ndërtu mbi bazën e këngës popullore qytetare shkodrane, e cila do të dominojë në të gjithë repertorin e këngëve të mia. Do të jenë paktën nga ana ime mund të jetë mbi 13 këngë që janë të repertorit shkodran. Nuk do të jetë vetëm këngët popullore shkodrane, do të ketë edhe nga Kosova, sepse unë kam ftuar edhe miqtë e mi, shokët e mi, kolegët e mi, të cilët janë shumë të kënaqur që në një ambient të tillë, siç është stadiumi, e të vinë të performojnë në repertorin e këngëve të tyre, siç është të cilën Shkodra e don, Mateosin, Frokun. Kam ftuar mikun tem nga Gjakova, i cili në çdo koncert nuk lën pa të një këngë shkodrane, siç është Xeni, Shkëlqen Jetishi. Gjithashtu ajo që i thona në Shkodran që Shkodra bje dekun, masaj, është Artiola Toska. Atë është një repertor jashtëzakonisht i madh, rreth gati 2 orë, dhe të gjithë njerëzit me zi po presin. Është era parë që në stadium, sidomos në Shkodër, në Loro Boriçi, bëhet një aktivitet kaq i madh. Besoj që është një koncert me vlera të veçanta, jo pse është koncerti i Bujarit, që Bujari ka pasur edhe tjera shumë më përpara, mjaft suksesshme ato, por se besoj se vjen edhe në një formë tjetër. Është punuar me detaje, repertori është zgjellë me shumë kujdes, e kuptohet që është përqendruar kryesisht te kënga shkodrane. Përpara nisjes së konferencës, në mjediset e stadiumit u shënua edhe një incident ku disa përfaqësues të klubit Vllaznia tentuan të sabotonin aktivitetin duke hequr banerat promovues të këtij koncerti. Duke mos e fshehur pakënaqësinë, mjeshtri i madh theksoi se koncerti është planifikuar me kohë dhe ka ndjekur të gjitha procedurat zyrtare. Një njeri kur të respekton, duhet ta respektosh. Përveç se ka lajmëruar që këtu të jetë koncerti tash një muaj e gjysmë përpara, është lajmëruar dhe Federata Shqiptare e Futbollit, dhe lajmëruar gjithë instancat që këtu do të ketë koncert recital. Besoj se përgjigjja më tepër se kaq nuk kam çfarë të them. Unë di të them që për këtë koncert janë ndjekur të gjitha procedurat ligjore. Qefi bat me Shkodran, koncerti recitali Bujar Çamilit pritet të shndërrohet në një mbrëmje emocionesh, krenarie dhe muzike shkodrane që e përket zemrës së këtij qyteti.